Deklarat për media. Mbrëm pak para orës 00:00, xhamia jonë në Hollabrunn ka qenë objekti një sulmi me armë zjarri. Për fat të mirë, në momentin e incidentit nuk ka pasur persona brenda objektit, pasi besimtarët ishin larguar vetëm disa minuta më herët nga xhamia. Komuniteti shqiptar musliman në Austri e dënon ashpër këtë akt dune të drejtuar kundër një institucioni fetar. Sulme të tilla përbëjnë një kërcënim serioz jo vetëm për sigurinë e komuniteteve fetare, por edhe për bashkëtesën paqësore dhe rendin demokratik në shoqëri. Ne u bëjmë thirrje organeve kompetente të sigurisë që të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm për zbardhjen e këtij rasti dhe për identifikimin e autorëve, si dhe për garantimin e sigurisë së institucioneve fetare dhe qytetarëve. Njëkohësisht, u bëjmë apel përfaqësuesve politik dhe opinionit publik që të shmangin çdo formë gjuhë nxitëse apo urrejtje ndaj institucioneve fetare dhe anëtarëve të tyre. Fjalët kanë peshë dhe përgjegjësi, veçanërisht në kohë të ndjeshme. Komuniteti shqiptar musliman në Austri qëndron i vendosur në përkushtimin e tij për paqe, dialog, respekt të ndërsjellë dhe bashkëtesë në shoqërinë austriake.